Komiteti Disiplinor i FIFA-s ka dënuar Federatën e Futbollit të Serbisë për sjelljen e turpshme të tifozëve gjatë ndeshjes ndaj Shqipërisë e zhvilluar më 11 tetor në qytetin e Leskovcit. Sipas njoftimit zyrtar të Federatës Serbe, dënimi financiar arrin në 87.500 franga zvicerane, rreth 93.981 euro, dhe lidhet me sjelljen e papërshtatshme të tifozëve gjatë intonimit të himnit kombëtar të Shqipërisë, si dhe me veprime të diskriminuese që janë regjistruar gjatë gjithë ndeshjes. FIFA ka cilësuar sjelljen e një pjese të tifozëve si shkelje serioze të rregullave disiplinore, duke vënë dukje se ofendimet me bazë kombëtare apo racore nuk do të tolerohen në asnjë rrethan. Përveç gjobës së majme, Federata e Futbollit të Serbisë është ndërshkuar edhe me mbylljen e pjesëshme të stadiumit, të paktën 25% të kapacitetit të ulëzve në ndeshjen e radhës zyrtare që Serbia do të zhvillojë në shtëpi përballë Letonisë. Ky dënim vjen si pjesë e politikës së rreptë të FIFA-s kundër diskriminimit dhe sjelljeve ofenduesve në futboll, me qëllim që ndeshjet ndërkombëtare të zhvillohen në atmosferë sportive dhe respekt të ndërsjellët. Ndërkohë, reagime të shumta kanë ardhur edhe nga opinioni publik shqiptar, ku është theksuar se ky vendim konfirmon trajtimin serioz të rasteve të thyerjeve ndaj simboleve kombëtare. Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e djeshme në Tetov, ku është gjetur pashenja e jetë e një vajze re, e cila është studente e vitit të 4 me origjinë nga Kosova. Sipas informacioneve paraprake, rreth orës 18:30, banorët të lagjes pas tregut të gjelbër kanë njoftuar policinë për trupin e pajet të gjetur në parkingun e një ndërtese banimi. Autoritetet kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe kanë rrethuar zonën, ndërsa ekipet hetimore po mbledhin prova dhe dëshmi për të përcaktuar shkaqet e vdekjes. Mosohet se viktima është Doar Saspahiu nga Gjakova. Është ende e paqartë për shkaqet e vdekjes. Në një reagim zyrtar, Ambasada e Republikës së Kosovës në Shkup konfirmoi se është njoftuar nga Policia Rajonale e Tetovës për rastin dhe ka vendosur kontakte të drejtpërdrejta me autoritetet lokale, duke ndjekur nga afër zhvillimet e hetimit. Nga të dhënat e para, autoritetet lokale kanë bërë të ditur se në trupin e viktimës nuk janë konstatuar shenja dhune, megjithatë shkaqet e vdekjes së saj mbeten ende të paqarta dhe ngjarja është vërtet e rëndë për një të re nga Gjakova, e cila ka ndërruar jetë në Tetov.